Në Pustec është çelur zyrtarisht sezoni turistik veror, duke shënuar fillimin e një periudhe që pritet të sjellë më shumë vizitor dhe aktivitete në zonën e Prespës. Aktiviteti mlodhi përfaqësues të institucioneve vendore, banor dhe turistë, të cilët u njohën me risitë që ofron këtë vit bashkia. Vënia në dispozicion e një plazhi publik për pushuesit, si dhe krijimi i mundësive për të eksploruar liçenin përmes tureve me kajak, që do të ofrohen dhe këtë vit, synojnë të pasurojnë ofertën turistike dhe të tërheqin më shumë vizitor drejt kësaj zone të njohur për bukuritë natyrore. Presat janë shumë të mëdha dhe jam shumë besimplot që do jetë një sezon shumë i suksesshëm edhe me më shumë vizitor se vitet e tjera, do jetë më fitimprurës për gjithë bizneset që operojnë në bashkinë ose në zonën e Prespës. Da e tregojnë edhe numrat edhe vizitorat që sa vjen edhe janë në rritje nga dita ditës. Ne do lançojmë një projekt që është bashkëpunimi midis Bashkisë Prespës në pjesën e Greqisë dhe Nestorios, ku Bashkia Pustec është përfituese për të asfaltuar një pjesë të rrugës së Kallamas, rreth 2.5 km me gjithë infrastrukturën tjetër të kësaj rruge, me sigurinë me të gjitha, që besoj që do sjellë një impakt të paktën për atë pjesë të zonës të bashkisë tonë që ka të bëjë me lidhjen e manastirin e Shënmërenës edhe gjithë atraksionet për pjesën e Kallamasit. Është një xhevahir kjo bashki në gjithë gjerdhanin e turizmit që ka qarku i Korçës. Ne sot të gjithë flasim për një turizëm rajonal dhe aq më tepër sot promovojmë një turizëm ndërmjet Bashkisë Pustecit, Bashkisë Devollit dhe pjesës greke, të cilët janë në fqinjët tanë dhe jo vetëm ata, por edhe Maqedonia e Veriut. Në kuadër të çeljes së sezonit u organizua dhe një panajir me produkte tradicionale, ku banorët e zonës prezantuan gatime karakteristike, produkte bujqësore dhe punime artizanale, duke promovuar vlerat dhe traditat e Prespës. Dihet që zona e Prespës është e dëgjuar për gatimet e peshkut. Gatimi më kryesor i peshkut është tave peshkut, që gatuhet në mënyrë të veçantë, që pa hedhur gjëra të tjera, vetëm në mënyrë tradicionale tu në Prespë. Çfarë gatuhet? Cili është sekreti i kësaj tave? Sekreti këtu është qepa e grirë, erza edhe verë, duhet është mënyrë e veçantë. Në fillim kemi gatimet e peshkut, që është krapi dhe cirona, që kemi në forma të ndryshme si tavë të pjekur në zgarë. Pastaj kemi edhe pjesën e mishit, që është mishi qingjit, janë paridaqet e derit, edhe këto i kemi. Pastaj kemi këto zajret që janë turshit, pak djath, patate, këto i kemi. Dhe kemi furrën e bukës, edhe po bëjmë gatimet e brumit. Edhe ato që neve gatuem në furrën tonë. Zakonisht kemi sjell gatimet me naf e brumit, si që janë kiflat, byreket me gjizë, me djath, me qep domate, me presh e gjizë. Kemi sjell petanikun, kemi bërë edhe ëmbëlsira të tjera. Tuajt unë të gjithë ju sugjeroj tavën. Deri tani të gjithë nuk mbetet asnjë gjë në tavë. Deri tani e kam pëlqyer shumë edhe thonë që është nga recetat më të veçanta që kemi provuar në jetën tonë. Çfarë sekret ka kjo tavë që e bën kaq të veçantë? Si e gatuani? Me çfarë përbën? Para është peshku, që është peshku i liçenit të Prespës dhe është një nga peshqit një nga krapinjtë më të mirë të zonë të Shqipërisë. Pusteci mbetet një nga destinacionet më të veçanta turistike në juglindje të vendit, pal natyrës së paprekur, trashëgimisë kulturore dhe mundësive që ofron për turizmin e qetë dhe aventurën në natyrë.